Melankoli. Si do bëjmë me gjitha kur? Gjëja më tragjike që ndodhi në këto 50 vjet përndjekje nuk ishte rafshimi i kishave. Më tragjikja është se rafshuan brenda zemrës, në ndërgjegjet tona, besimin dhe shpresën. Pikërisht, këtë përpjekje të madhe kemi për të bërë. Të rindërtojmë me qindra e mira kisha brenda në shpirtat e njerëzve që jetojnë në këtë vend. Ndryshimin e real në vend nuk do ta sillnin vetëm ndërtesat e reja, parqet, sheshet dhe të mirat materiale, por ringritja e fuqive njerëzore, vëmendja ndaj vuajtjes njerëzore, përqafimi, dashuria, besimi tek Perëndia. Merrni dritë nga drita që nuk perëndon dhe ftelavet e fos e këtu anesperu fotos. Brenda errësirës së mjegullt që përqafon ekzistencën njerëzore, në mesnatën e dhimbjes, të sëmundjes, skamjes, padrejtësisë, të dëshpërimit, kisha fton. Eja ni merrni dritë prej dritës që nuk perëndon. Në moshën 62 vjeçare, kur u dërgua nga Patriarkana Ekumenike në Shqipëri, shkretëtira shpirtërore e njerëzve dhe heshtja e ekzistencës njerëzore ishte e madhe. Frika që rrithte në venat e njerëzve bashkë me gjakun e tyre ishte edhe më e madhe. Mu drejtua një pyetje shumë e thjeshtë nga një grup grash në Korçë. Ne kemi kohë që lutemi, që të vi dikush të na ndihmojë të na dojë. Tani do të largoheni. Për mua ishte një pyetje shumë e thellë, sa do e thjeshtë dukej. Dhe thash, vërtet, kanë të drejtë. Nëse realisht këta njerëz e duan dhe kërkojnë, të them jo. Qoftë i bekuar emri i Zotit për këtë ditë të jashtëzakonshme që na dhuroi. Të gjithë duhet të shprehim mirënjohjen tonë te Perëndia, sepse na dhuroi sërish lirinë, që ta himnojmë, ta lavdërojmë, t'i lutemi atij. Shqipëria e frikës, e urisë, e shkretëtirës, e pesimizmit ishte fqinjësia e Ballkanit, ku ide të tjera kishin arritur të fitonin terren, duke e çorientuar popullin, por që me zgjedhjen e kryepiskopit u duk përfundimisht se kishte etje dhe ishte gati për ndryshimin e madh në jetën e tij. Këtu të qëndrosh, këtu të lutem shumë. Ende më kujtohet kur duhet i vija në dieni afrikanët e mi të dashur për misionin e ri që do të kisha, dhe duhet i bindja të kuptonin se nuk i braktisa. Por, po shkoja në një mision më të vështirë dhe i pyesja. Nuk më thoni, gjithë këtë kohë që jeni këtu, ju ndaloj dikush të shkoni në kish? Jo. Ju ndaloj ndonjë që të lexoni shkrimin e shenjtë, ta keni në shtëpi? Jo. Ju ndaloj dikush të këndoni apo të kërceni për Perëndin? Jo. Çfarë pyetje janë këto që na bën kryepiskopi? Ati është një vend ku këto gjëra u ndaluan për 23 vjet. Kisha ortodokse e Shqipërisë ishte shpërbër plotësisht nga persekutimi 23 vjeçar dhe kryepiskopi Anastas, duke e lënë Afrikën që kaq shumë e donte, fillon një betejë të re, ndryshe, të panjohur më përpara, duke e filluar vërtet nga e para.
Isha i vetëm në një ambient as pak miqësor, në një tokë shumë të paqëndrueshme që të rithemelonin përsëri një kishë autoqefale. Dhe, duke ngritur kryqin tim, shkova drejt spanjollës. Rasti ynë është një shkëndij shumë e vogël dashurie në përjetësinë për Perëndinë.